është një paaftësi e sistemit tatimor për të bjelur taksat në kohë. Tendenca është, ju e thatë me të drejtë, edhe një biznes i vogël nëse do krijoj, do gjeneroj një detyrim, gjë e parë që ndodh mbas pak muajsh bllokimi i llogarive bankare. Ajo që ka ndodhur ndër vite tregon në një farë mënyrë që sidomos bizneset e mëdha, sepse po të kemi parasysh janë taksa të gjeneruar nga bizneset e mëdha. Ne kemi parë ndër vite se si kompani të mëdha shtetërore të privatizuara, më vjen në mendje Armo që tashmë nuk ekziston më dhe mund ta përmendim, ka gjeneruar ndër vite detyrime fiskale që asnjëherë nuk i ka paguar për një arsye, për ineficiencë, për arsye që ka pas shumë numri të punësuar ka qenë relativisht i lartë dhe sistemi timor ndoshta dhe gjithë infrastrukturë, gjithë institucionet shtetërore kanë pas të vështirë të bllokonin procesin e punës në institucione kaq të mëdha, sepse normalisht krijon nivel papërsie. Kjo është arsyeja kryesore për cilën le të themi nuk kanë ndërhyrë administratat. Që pjesa dërmuese e këtyre taksave të gjeneruar ndër vite kanë të bëjnë me këtë fenomen. Sigurisht edhe te paqja fiskale aktuale është e përcaktuar qartë që do falen detyrimet e TVSH-s dhe detyrimet e tatimit të ardhur, por kurse si jo, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.